SPA kontrolloi një ambient të ish kryebashkiakut Kavajës Elvis Roshi pas dyshimeve për korrupsion o zgjedhje dhe i sekuestroi celularin. Roshi bëri fushat për kushëririn kandidat të Berishës. Nga kontrollet e 5 personave përfshi Roshi gjenden fatura, lista votuesish, pistolet manovër dhe DVR. Vion të numërohet vota e diasporës ku Partia Socialiste thellon diferencën me rreth 68.000 vota. Mbyllet numërimi për Fierin ku socialistët ruajtën mandatin e 12. Përmbysje në Kukës, gare fort mes kandidatëve brenda partive në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike paralajmëroi se nuk e njeh votën e diasporës përfshirë Greqinë. Në paradoks me kryetarin, kandidatët e tij festuan fitore në Lezhë, ku me votat e Greqisë ruajtën mandatin e 4. Fest që konfirmon se nuk do të njohë zgjedhjet vetëm në zonat ku ka humbur. Gara për mandat deputeti tani është përqendruar brenda partisë. Deri më tani Olta Xhaçka e merr mandatin me një grusht votash diferencë nga Gjylameti. Në Partinë Demokratike, Tabaku fitoi mandatin duke kaluar Ali Mehmetin me një diferencë mbi 200 e ca vota. Të rinjtë e moshuar nga Kuksi shkojnë për punë në Dragash të Kosovës, kryesisht në blegtori dhe bujqësi. Ata tregojnë për Report Televizion se pagët për çobanët janë më të larta për te kufirit. Armando Broja nuk do t'jetë as në stol në ndeshjen e fundit që Everton do të zhvillojë në stadiumin e vjetër Goodison Park. Sulmuesi kombëtares në 2 ndeshjet e fundit ka qëndruar në stol, ndërsa këtë të diel ai do t'jetë në tribunë. Austria ishte fituesja e madhe e festivalit evropian për vitin 2025, ndjekur nga Izraeli që performoi nën tensione me një grup protestuesish pro-palestinez që kërkuan të hynin në skenë. Shkodra elektronike me këngën Zjerb u rëndit në vendin e 8.